Shqipëria me shtimin e buxhetit për mbrojtjen si pjesë e një marrëveshjeje të dakordsuar me Aleancën e NATO-s, duket se do të shkojë drejt prodhimit të dronëve luftarak. Kështu ka bërë me dije ministri i mbrojtjes Pirro Vengu gjatë një interviste për Report TV, teksa ka folur për mënyrën se si do të ndikojë dyfishimi i buxhetit alokuar për mbrojtje ndër vite. Sipas Vengut, Shqipëria e ka potencialin për të prodhuar armatime dhe janë hapur 9 negociata, ku vetëm 2 prej tyre janë përfunduar. Vengu, përtej prodhimit të dronëve luftarak, përmendi dhe prodhimin e mjeteve të blinduara dhe municioneve luftarake. Ai po ashtu tha se ka një negociat të përmbyllur për uniformat. Duke folur për zhvillimet e samitit të NATO-s në të cilin Shqipëria është pjesë, Vengu nuk la pas as angazhimin amerikan, duke thënë se edhe presidenti Donald Trump e përmendi nenin 5 të aleancës, i cili është dhe mirë rëndësishmi, pasi përshkruan angazhimin e NATO-s në rast sulmi ndaj një vendi antar. Ndërsa siguroi se në mbështetjet e emergjencave civile do të ketë edhe avion, të cilët do të bëjnë të mundur përballimin e zjarreve në vend.